turpi qoft, kujt i thash për s'dyti, ai cili ka prindërit gjallë nuk e fiton xhenetin e prindërit. E ka nanën babën, shkon ha drek me shok, nuk han me nanën babën drek. Ketë shok ti ndëgjon, të gjithë i ndëgjon dhe i respekton, babën edhe nanën ja. Ka kohë për shok, për miq, për babën ja. Si janë ngrit zanën ti babës nanës? Pse nuk e çon drek ndart nanën babën? Pse nuk e merr me makinë me çute vllai vet vizit te kusherini te daja, mi ja plotsu një dëshirë, mi ja bleni për pantallona, mi ja bleni një saat. Gjallë, pyet ato që si kanë prindër gjallë. Ah, ti kam gjallë, ta çoj në haxh babën, ta çoj në umre, t'jap një sadaka për babën, t'ja bëj një bunar për shpirtin e babës. Ama ta si ka. E ne që kemi gjallë, mundësi është. Turpa i cili ka prindër gjallë, nuk gjen kohë për prindrit. Edhe treta, për ata thash, amin, o Zot pranoje. Kur mos shoft hajr ai cili ka prindër gjallë edhe nuk i fiton xhenetin e prindërit. Se me vdekjen e prindërve mbyllën dyert e xhenetit. Sa janë gjallë, është e hapur, si kosto ajo, konto, me shtin pare. Ban sevap me prindërit, mushet konto me sevap.